Hyrja e një fluture në shtëpi ka zgjuar prej kohësh kurreshtjen e njerëzve dhe në shumë kultura të botës konsiderohet si një shenjë me kuptime të veçanta. Që nga kohët e lashta, fluturat janë parë si simbole të bukurisë, ndryshimit dhe shpresës, ndaj paraqitja e tyre në ambiente të mbyllura kanë nxitur interpretime të ndryshme. Sipas besimeve popullore, një flutur që hyn në shtëpi mund të jetë një shenjë e fatit të mirë, e lajmeve të gëzueshme, ose e ardhjes së ndryshimeve pozitive në jetën e familjes. Disa njerëz besojnë se ajo sjell energji të mira dhe qetësi, duke paralajmëruar një periudhë më të lumtur dhe më harmonike për banorët e shtëpisë. Në tradita të ndryshme, flutura lidhet edhe me transformimin personal dhe rilindjen shpirtërore. Kjo lidhet me ciklin e saj të jashtëzakonshëm të jetës, ku nga një vëmje e zakonshme shndrohet në një krijesë me krah të bukur. Për këtë arsye, shumë e shohin si simbol të fillimeve të reja, rritjes personale dhe kapërcimit të vështirësive. Edhe ngjyra e fluturës ka rëndësinë e saj në interpretimet popullore. Për shembull, fluturat me ngjyra të ndezura shpesh lidhen me gëzim dhe fat të mirë, ndërsa ato të bardha konsiderohen në disa kultura si simbol i paqes, pastërtisë dhe shpresës. Megjithatë, është e rëndësishme të theksohet se këto janë besime dhe tradita popullore që ndryshojnë nga një kulturë në tjetrën dhe nuk kanë bazë shkencore. Nga pikpamja biologjike, fluturat mund të hyjnë në shtëpi thjesht sepse të rriqen nga drita, nga lulet, bimët dekorative ose nga kushtet e favorshme që gjejnë pranë banesave. Pavarësisht interpretimit që secili zgjedh t'i jap, prania e një fluture në shtëpi mbetet një moment interesant dhe i bukur që vazhdon të frymëzojë besime, histori dhe legjenda në mbar botën.